A ka rëndësi, flas për pjesën e njerëzve të cilët në një moment të caktuar të tyre përballen me një diagnozë të vështirë për shëndetin e tyre, meqense jemi në këtë pikë. A ka rëndësi mënyra se si na e komunikon specialisti, mjeku këtë diagnozë dhe si mund ta përballojmë atë më mirë emocionalisht? Kjo është një anë, patjetër që shumë e rëndësishme mënyra se si profesionistët na e komunikojnë. Po nga ana tjetër, secili nga ne do donim që t'i dinim gjërat me cilat përballemi në trupin tonë. Edhe të mos na e thonë këtë gjë, prapë nuk do t'ishte etike, nuk do t'ishte normale. Por ajo që unë do doja për publikun ta theksoja, është shumë e rëndësishme që secili nga ne të pranojë emocionet e tij. Sepse ai reagimi emotiv është që e bën pjesën më të vështirë, sigurisht diagnozat vështira janë ashtu për të gjitha formave të reagimit, por pranimi i emocioneve duhet i bëjë njerëzit të ndërgjegjësohen që është okej të qash, është okej të mërzitesh, është krejt normale të pikëllohesh në raste të caktuara, por pa e humbur atë kontaktin me veten që jeta vazhdon, ka gjithmonë surpriza tjera, ka gjithmonë edhe në pikët më të vështira do dali diçka tjetër që Zoti e ka rezervuar për ty për të dhënë forcën, sepse bashkë me sprovën në fakt na sjell edhe durimin, na sjell edhe forcën, njerëzit që na duhen për të na suportuar. Po gjithmonë pjesa e përballimit emocional lidhet me pranimin. Pranimi është çelësi i gjithçkaje. Në çfarë mënyre të lira mund të bashkëjetojnë shëndeti mendor dhe shëndeti shpirtëror? Po është lidhje, është lidhje e pandar. Nuk mund të ketë shëndet ose mirëqenie shpirtërore pa shëndet mendor, ashtu siç nuk mund të ketë shëndet mendor pa këtë rritjen shpirtërore. Ti ndash të dyja, është si të zhveshësh se ti trupin nga shpirti, apo është e pamundur, apo themi paraqitjen e jashtme pa zërin. Është ai zëri brendshëm. Në këtë kontekst, shëndeti mendor është i orientuar rreth atyre sistemit vlerave që njeriu ka. Ne e parashtrojmë atë, e reklamojmë, ose më themi, është ajo gjëja brendshme që ti ke dhe reflektohet së jashtmi, ke sjelljet, ke mënyra si mendon, ke qasja që ti ke ndaj jetës përditshme, është lidhje pandashme. Sa ndihmojnë në rastet e përballjes me një lajm të tillë shokues për shëndetin personal apo të një të afërmi, sa ndihmojnë terapitë psikologjike tek këta individ? Terapitë që kanë për bazë trajtimin e diagnozave të vështira apo smundjeve afatgjata, përballjen me to, patjetër që janë terapi shumë të domosdoshme, janë terapi të zgjatura në kohë, por lehtësojnë, facilitojnë pikërisht të procesin e pranimit. Për ta bërë individin që përballë vështirësisë madhe, fatkeqësisë ndoshta me të cilën përballet, të shikoj përtej, të shikoj edhe tek fakti që edhe për të vetë personin ka një shpresë që nuk duhet shuhet kurrë, por dhe nga ana tjetër të sigurohet i personi kapacitetin mendor për ta bërë të kuptoj që ky akoma mund të jap, për sa kohë është këtu me ne, për sa kohë zgjohet në mëngjes, ky prap ka mundësi të jap, ka mundësi të shijojë, dhe kjo është dhurata më e madhe që ne kemi, sepse në fund të ditës secili nga ne harron që jeta jonë është kjo dita sot. As dje, as nesër nuk e dim çfarë do të vi. Kjo që kemi sot, kjo është dhurata më e çmuar dhe këtë duhet ta shijojmë me kapacitetin ose po themi me të gjitha kapacitetet tona. Po, besoj terapia apo ndihma edhe e familjes, edhe të afërmve të tjerë, e shoqërisë, e miqve më të ngushtë, patjetër që do të jetë, le themi, në fokus dhe do të jetë ndihmë e madhe për personat të cilët janë duke përjetuar një ngjarje. Presupozohet që familja është gjithmonë aty dhe është burimi kryesor i mbështetjes. Patjetër edhe miqt, nuk diskutohet. Por mos harrojmë një gjë që shpeshherë njerëzit kur përballen me diagnoza të vështira, me diagnoza të cilat u apresin shpresat, po themi, është krejt normale të shikojmë ta njerëz që të kërkojnë një formë izolimi të përkohshëm, të tërhiqen nga bota, nga shoqëria, sepse kanë nevojë për atë kohën. Në fazën e parë po, sepse kanë nevojë për kohën me veten e tyre për ta përpunuar këtë që po ju ndodh, informacionin. Është shokues si informacion, deri në pikën që truri nuk e pranon fare konceptin e inekzistencës. Kështu që mendoj që në fazën e parë kanë nevojë për këtë lloj tërheqje. Por nëse ky lloj izolimi vazhdon gjatë, sigurisht që nuk është më i shëndetshëm, sepse thash, ne duhet ta ruajmë personin të shijojë ditën sot. Sa kohë është me ne,
është dhurata më e madhe që mund të shijoja, i dhe ne për ata. A ndikon mënyra se si e perceptojmë, pikërisht si e afirmojmë, le të themi vetëm përballë këtyre ngjarjeve shokuese, diagnozat cilat njerëzit po i përballin shpesh kohët e fundit, sepse dhe sëmundjet janë rritur shumë janë shtuar. Kështu që fjalët që duhet i themi vetes në përballje të tilla, cilat do të ishin? Si ta ndihmonin veten për të punuar me të? Po mendoj që nuk është çështje thjesht afirmacionesh, është çështje vlerash shumë më të mëdha se sa afirmacionet. Këtu hyn në rol besimet kognitive, që ne kemi ndaj vetes tonë, ndaj shoqërisë, ndaj botës, po edhe besimet besimi si religjon. E thash dhe pak më përpara që një besimtar në fakt nuk e shikon jetën të kufizuar me jetën dhe vdekjen, e shikon përtej. Pavarësisht se mund të duket diçka e paprekshme, në fakt ajo është ndjenjë. Është diçka që ti e kupton dhe jeton me atë lloj kuptimi. Që do të thotë një besimtar praktikan konkretisht e përjeton më lehtë një lajm të tillë? Po sigurisht besimi sepse e lidh me besimin dhe me jetën. Kjo nuk do të thotë që një besimtar nuk ka frikë nga shkëputja nga kjo botë, nuk ka frikë nga vdekja, nuk ka frikë nga sëmundjet, nuk është kështu. Patjetër që ka, dhe ai është njëri me gjithë atë kompleksitetin e tij emocional, por një besimtar 10 në mëngjes dhe ngryset në darkë me idenë që të Zotit jemi dhe të Zotit do shkojmë. Dhe nuk e shikon vdekjen si shkëputje enigmatike. Përkundrazi, një besimtar ka këtë qasje ndaj përditshmërisë. Unë jam përgjegjës për atë që veproj sot dhe do shpërblehem për këtë ke Zoti. Kështu që kjo sigurisht e mbush me shpresë, me motivim, me më shumë forcë dhe goditje dhe diagnozave të vështira i përballon në formën e një sprove. Sepse besimtari ecën me konceptin që Zoti atë që do e sprovon më shumë. Po. Për të nxjerrë atë, është si puna e atij ullirit kur e shtrydhim për të nxjerrë vaj, sa ullin shtrydhim ne për të nxjerrë atë pikën e vajit, që është aq e çmuar, megjithatë sigurisht që dhimbja është proces krejt i natyrshëm, dhe ajo që unë dua të them për publikun është që asgjë e mirë në fakt nuk vjen pa dhimbjen si koncept. Që do të thotë dhimbja na bën njerëz na ndryshon në fakt dhimbja, na bën njerëz më të mirë. Na bën realisht njerëz më të mirë, sepse kuptojmë në lëkurën tonë atë tjetrin që ndoshta nuk e kishim imagjinuar kurrë. Vetëm kur e ndjejmë në lëkurën tonë, atëherë ne kuptojmë realisht çfarë do të thotë problemi i tjetrit. Po. Dikush që është në lëkurën e kësaj gjendje, dikush që është përballur sot me një diagnozë të vështirë të sëmundjes, përpara kamerës, çfarë do të thoje? Do të thoja që gjithçka ka bërë deri sot ja ka vlejtur. Dhe nëse ka pendes për ato gjërat që ka bërë deri sot, gjëja më e mirë që mund bëj është ta flasi me njerëzit aty ku ai ndihet që mund të kishte bërë më mirë, sepse nuk kam gjë më të bukur se sa përballja me njerëzit kur flitet për çështjen e emocioneve dhe kur flitet për të thënë një më fal më shumë apo për të thënë që të dua më shumë. Dhe nga ana tjetër do t'i thoja që ne nuk mund ta dimë asgjë se çfarë do vi nesër dhe mendimi i mirë për Zotin është forca më e madhe që mund të kemi. Bukur fort. Falenderoj shumë. Turojmë shumë suksese në angazhimin tuaj të ri. Edhe padyshim do të jeni një zë i fortë, një gruaje të fortë, një gruaje që ka kontribuar në fushën profesionale të shëndetit mendor, e padyshim për të dhënë akoma më tepër edhe në fushën politike. Faleminderit Edlira. Kënaqësi që biseduam bashkë. Ndërkohë, pas publicitetit, të dashur miq, ne do të kalojmë tek rubrika Bëj e vet, të cilën e kemi regjistruar më herët me Stella Nikollën, sepse mikja jon Stella ka kryer edhe operacionin e saj. Ka dalë me sukses për gjithë që na kanë pyetur dhe që besoj dhe Stellën e kanë pyetur, kështu që kjo puntat është regjistruar ditë më parë ku kemi realizuar maska vërtet shumë të mira natyrale për lëkurë pa rrudha.